Besoj s'ka italian në Firenze që se di që bëhet në Vlorë, për shembull, dhe duan të vinë. Kur kam qenë më e vogël, pritet në fillore deri në klasë të 6, të 7, të 8 që ishin shkollet medje, kur flisja gjithmonë për krenarin të madhe, me krenari të madhe për Shqipërinë, që ju thoshja jam shqiptare, jam nga Vlora, shumë herë më thoshnin ku është Shqipëria, apo ç'a është Vlora, nuk kuptonin, nuk dinin as ku binte në hartë Shqipëria dhe Vlora. Edhe tani kur dëgjoj shoqët që kam patur apo shoqërinë time që thonë, kemi organizuar, do ikim një javë në Shqipëri, do ikim një javë në Vlorë. Një shoqja ime kishte bërë turin në Berat, Gjirokastër, Vlorë, Sarandë, edhe çuditem se kanë zbuluar edhe gjithë italianët Shqipërinë tonë të dashur. Po e njohin tani, po e njohin mirë edhe në këtë mënyrë, sa më mirë ta njohin Shqipërinë, aq më mendim të ndryshëm tjetër do kem për ne. Se ne përfaqësojmë patjetër vetëm, po dhe vendin nga vim na përfaqësojnë. Kështu që ti ndihesh me siguri shumë mirë kur të thonë që je nga Shqipëria tani. Po, shumë krenare kam qenë dhe shumë krenare vazhdoj jam. Si do të jetë? Kur kam qenë klasë të 6, prima media, mami vajti foli me mësuesën time për si vazhdonte rrugtimi im shkollor, si isha në shkollë. Edhe sa ishte ulur nuk e la kohë as të pyeste për shkollën, se sa i tha dua të bëj komplimenti, duhet të bëj kompliment për vajzën tuaj që flet me ka shumë krenari për Shqipërinë dhe për vendlindjen tuaj. Flet për të sikur të ishte New Yorku apo sikur të ishte një Londër, një qytet shumë e madhe. Edhe përkundra sikur fëmijët e emigrantëve të tjerë ndjen çiksi më të shtrydhur dhe evitojnë të flasin për vendin nga kam prejardhjen. Tani që shikoj sa e dashur është Shqipëria, them ke pasti që kam pas të drejtë unë që flisja me kaq shumë krenari. Kam pas të drejtë prindit e mi që më kanë folur me kaq krenari. Po s'folem ne, po se mburëm ne gjën tonë, si do t'i bëjmë ta mburin ata? Kështu që nga ne fillon e para. Me sytë që e shohim ne, do e shohin dhe ata. Po. Kështu që mami ka punuar shumë mirë, jo vetëm babi. Me fizikën, po dhe mami me dashurinë edhe me tregimin e dashurisë për Shqipërinë. Po, më kanë folur gjithmonë me krenari, me dashuri, më kanë treguar gjithë kulturën të Shqipërisë, më kanë çuar në gjithë qytetet, në gjithë vendet më të bukura të Shqipërisë, që kam qenë e vogël. Edhe nga 2-3 herë rresht më kanë çuar, kështu që edhe më kanë dhënë mundësinë që ta zbuloja 360 gradë dhe ta çoja para me krenari. Gjëja më e mirë që kanë bërë është që më kanë folur shqip, që më kanë blerë abetare kur kam qenë 5 vjeçe, edhe më kanë blerë fletore pune për të mësuar që ta shkruaja gjuhën shqipe. Edhe më vjen shumë inat, le të themi në thonjza, edhe më vjen shumë keq kur hap televizorin shqiptar, edhe dëgjoj që në 4 fjalë 3 janë anglisht, 1 është italisht, edhe ndoshta e 5-ta është shqip. Sepse besoj që populli shqiptar po humbet shumë gjuhën shqipe, edhe nuk është e drejtë ndaj atyre prindërve emigrant që kanë emigruar dhe kanë insistuar që fëmijët e tyre të flisnin gjuhën shqipe. Nuk është e drejtë ndaj komunitetit, ndaj popullit arbëresh që ka ikur këtu dhe 500-600 vjet më para, edhe vazhdojnë dhe flasin gjuhën shqipe dhe ti kur i pyet çfarë flet të përgjigjen unë flas shqip. Se mund kështu flasin. Edhe nuk është e drejtë, që do doja shumë që në Shqipëri, përveç krenarinë e vendit të bukur, vendin e bukur që kemi, po të fillojnë të kishin prap krenari për gjuhën shqipe, ta flasin prap saktë gjuhën shqipe. Faleminderit. Se po flasin. Shumë kënaqësi kur e dëgjoj thënë kaq bukur. Faleminderit. Më tregon në fund për ëndrat e tua për dijen, si e mendon, derisa do vendosësh ku do specializohesh, çfarë ëndre ke më pas, si vazhdon? Ëndrat e mia janë 2. E para është që të arria të vazhdoja mësuesin po në universitet që të bëhesha pedagoge në Firenzen tim të dashur, por është një rrugtim shumë i gjatë, është një rrugtim që ka nevojë për kohë, ka nevojë për disa angazhime ekstra, se sa të mbaroj edhe specializimin e të arri të futem në një azient, qoftë në një vend tjetër, në Londër, në Zvicër, në Amerikë, kudo që të jetë. Urat e botës janë ku mund të arrijnë janë shumë të mëdha.
Edhe ëndra tjetër që lidhet me realizimin e punës është krijoja dhe një startup me kolegët e mi universitar, e flasim shpesh, duher kemi një ide, kam 2-3 shoqe në fakultet që kur flasin themi po sikur të krijonim këtë, po sikur të krijonim atë. Jemi akoma në fazë studimi. Kur kemi filluar universitetin, imagjinonim të arrinim të krijonim ndonjë aplikacion që ti të flisje shqip, edhe shoku t'i vente me njerë anglisht përkthyer, kështu që të kishte një përkthim direkt. Tani është e realizuar, kështu që duhet të angazhojmë që të realizojmë ndonjë gjë tjetër, të idealizojmë ndonjë gjë tjetër. Edhe gjithmonë në botën e inxhinierisë biomjekësore për të arritur e për t'i dhënë një mënyrë të re të mjekësisë, një mjekësi të re botës. Kjo është. Një mjekësi të re botës, në mënyrë që të jetojmë edhe të plakemi dhe të ndahemi nga jeta në një mënyrë dinjitoze, me ndimin e një mjekësie revolucionare. Uroj që kjo të ndodhi, uroj që t'jetë e pranueshme financiarisht, çdo gjë që ti ndëron afër të pranueshme financiarisht, sepse gjëra po ndodhin gjithçka, por revolucionizohet në mjekësi, po jo, nuk është e kapshme dhe e mundshme për të gjithë. Uroj që ti t'i shërbesh ëndrave të tua edhe faktit që ti e di nga erdhe, nga 2 prindër që sakrifikuan, emigruan në emër të dijes. Uroj që tani gjithë të dije t'ja kthesh atyre të tjerëve që sakrifikuan gjithashtu, apo që qëndruan në vendin e tyre, sakrificisht edhe kjo. Faleminderit zemër. Shumë faleminderit juve. Shumë përqafime për mamin edhe për babin, gjithashtu për vllajin tënd. Një familje mrekullueshme në Firenze që na bën krenar me dashurinë për Shqipërinë, për gjuhën edhe me faktin që ja ka dalë t'i arsimoj kaq mirë fëmijët dhe ta duan kaq fort Shqipen. Faleminderit. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Isha me Alesia Tassinin në Firenze edhe u kënaqa. Uroj që jeni kënaqur edhe ju. Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga janë 2 kanale që janë këtu pikërisht për këtë lloj kënaqësie, që është kënaqësi njerëzore, që nuk ka të bëjë me atë kënaqësi materiale, ç'a mora unë, ç'a përfitova unë. Përfitova kënaqësi nga njoja me një individ që e do gjuhën time dhe që e do vendlindjen e saj dhe timen. Kjo është e gjitha. Ndonjëherë kënaqësitë janë kaq të thjeshta. Regjistrohu të Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga, bëj një subscribe se s'të gjej gjë po e bëre. Po bëhet tani. Ndërsa mua më gjen diçka e madhe, rritën ndjekësit dhe më tregon që ja kemi dalë, ajo që duam e doni dhe ju. Dhe ne mundemi të kërkojmë dhe të vazhdojmë përsëri të përmirësohemi, të shtojmë emisionet, të bëjmë më shumë gjëra që vlen dhe të besojmë që i dilet edhe kështu, duke punuar.